Kjo është zhëndja në tokat e Bishtit të Jugës, Bushat dhe Trush, paranurës së Xhonlulit. Pjesa fundore e fushës së Nën Shkodrës, që kufizohet margjinaturën e Tërovicës, 100 hektar tokë ndodhen akoma në ujë dhe 3 ditë pas përfundimit të rreshjeve të fundjavës së kaluar. Aktualisht duket se gjithë sasia ujë që ka përshkruar Gurin e Zi, fshatrat e Vau të Dejes, Mëlgushin dhe Trushin, është grumbulluar këto në nyjen hidrik të urës së Xhonlulit. Kjo është pika më kyçe për evadimin e ujërave të fushës së Nën Shkodrës dhe derdhjen e tyre në rezervarin e Qasit. Për të vijuar më pas në Adriatik, dhe pse kanë kaluar 5 ditë që uji është grumbulluar në këto nyje, kuota rezervë për të mos dalë mbi rrugë nuk është më shumë se 1 metër. Një tregues të orëve të para të rreshjeve nga të gjithë kolektorët kryesorë të Nën Shkodrës që bashkohen këtu. Me situatën e krijuar pas rreshjeve dhe faktin që 100 hektar tokë mbeten ende në ujë, dele domosdoshme që bordi rajonal i kullimit të kontrollojë të gjithë skemen e impianteve të kullimit në këtë zonë. Nuk përjashtohet që të ketë bllokime me tombina nga ura, gjë që ngadalson ndjeshëm rrjedhjen e ujit deri në rezervarin e Qasit. Lëvizje shumë ngadalë të ujërave tregon se në rast të rreshjesh të tjera intensive dhe të zgjatura, kjo nyje hidrike në këtë gjendje nuk do të mund të përballojë evadimin e prurjeve, duke sjellë si pasojë zgjerimin e përmbytjeve për të parandaluar situatën e cila kërcënon xhadimin fshatat e Nën Shkodrës. Këto vditë janë vendimtare për të ndërhyrë shpejt në kolaudimin dhe pastrimin e kolektorëve, tombinave dhe ujërave, deri në rezervarin e Qasit dhe në kolektorin që lidhet me Velunin për në Adriatik.